Dita e tretë e samitit të katërt ka nisur këtë të mërkurë me mëngjesin e vëllazërimit, ku përfaqësues të komuniteteve fetar kanë dhënë mesazhe bashkimi dhe urimet e tyre. Imam Rifat Halili, si folosi kryesor i këtij aktiviteti, trajtoi krizën globale dhe nënvizoi rëndësinë e besimit si një forcë që ndihmon njerëzit në përballërimin e sfidave. Ai gjithashtu theksoi nevojën për forcimin e unitetit dhe mbrojtjen e popullit shqiptar, si dhe të drejtave të tij. Bëj këtë mbledhje o Zot dhe bëj atë një burim të dritës, turtësisë dhe të mirëkuptimit. Bëkoj këtë tokë Shqipërisë që ka mbajtur ngjirin e saj sheku i bashkëjetese dhe bëj atë një shembull për të tjerët, një vend ku dallimet nuk janë arsye për ndarje, por pasuri për bashkim. Kryegjyshi botëror Baktesjan Babamondi uroi për bashkim si dhe bekoi flamurin shqiptar. Forco harmoninë ndërfetare, që çdo besimtar shoh tjetrin si vëlla e motor dhe çdo zemër të rra në emër të paqes. O Zot, beko këtë tokë dhe gjithë njerëzimin, largoje urrëtitjen, smirën dhe ndarjen dhe mbill në shpirtin ton fare dashurisë të pastër. Don Kastrioti Drizi nga Bashkësia Katolike në Bruksel u lut për shqiptarët në përbot, si dhe u bëri thirrje të mos e humbin shpresën dhe të ruajnë dashurinë për njëri tjetrin. Bëj që kudo që janë, të mos humbasin shpresën, të ruajnë dashurinë për njëri tjetrin dhe të ndihen të mbrojtur e në paqe. Në përmbyllje të mëngjesit të vëllazërimit, mesazhet e përçuara nga përfaqësuesit e komuniteteve fetare sollën një thirrje të përbashkët për unitet, besim dhe shpresë. Në një kohë sfidash globale, u theksua se forca e shpirtit, solidariteti dhe dashuria për njëri tjetrin mbeten themeli më i fortë për të ecur përpara.